nderuar xhamat, jemi pranë muajin Sheban. Ky muaj edhe muajat që janë vijim llogaritën si sezon e një adhurimit madhështor. Ne pasi që e krytëm obligimin, farzin, shtyllën e 4 të Islamit, agjerimin e Ramazanit, tash para nesh është kushti i fundit Islamit, me të cilën përmbyllet shtyllat islame, haxhi. Andaj është e rrendit, është edhe udhës të vlitet për haxhin. Madje me lejen e Allahut xhaleshanu, deri sa të vjen koha haxhit, do të mundona maksimalisht prej kësaj ditës hutbës së Xumë, deri në ditën e fundit që vjen koha e haxhit për të shkuar agjilet, ata të cilët kanë bën një dhe janë vendos, do t'ja kushtojnë dhe dedikojnë haxhit. Çka ka vaj me haxhin? Haxhi, kuptimi, sensi, koncepti, rregulla, parimet, dobia, shpirtërore, gjithë çka ka lidhje me haxhin. Lutë Allah në madhëruar, Allah të na japë sinqeritet e ta themi të saktën e të vërtetën çka ka lidhje me haxhin. Të nderuar xhamat, haxhi është kushti i 5, për të cilën i dërguari Allahu në hadithin e njohur ka thënë: "Bunya al-Islamu ala khamsin", është ngrit Islami mbi 5 shtylla. E para, dëshmia e shahadetit, e cila është formula e besimtarit. Shahadeti, dëshmia se nuk ka i ny dhe Zot i cili meriton me të drejtë dhe me hak të adhurohet është vetëm Allah, e askush tjetër. Dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguari i tij. Më pastaj kushti i dytë, falja 5 kohë të namazit. Më pastaj vjen dhënia e zakatit, 4 agjerimi muajit të Ramazanit, edhe vula finale e Islamit është haxhi. Është interesant se si ngërthen parimet, detyrat, ritualet fetare një pas një. Ne e përcjellëm muajin e Ramazanit me shpresë se Allahu na i ka pranuar agjerimin, edhe shpresa tjetër të përjetojmë Ramazane të shumta. Pas kësaj vjen haxhi. Andaj dhe kemi një informim nga Bashkia Islame, të cilën na bën apel për këtë vit, të vitit 2018. Shkurja në haxh e ka bërë të drejtën ekskluzive vetëm këta organizojnë haxh. Andaj ka të rejtë dhe na ka apelu neve që po përcjell me juve që të keni kujdes të mos merrni shkurjen e haxhme agencione që janë turistike, private, e të bëni prej të tyre. Nga se kjo e drejta si vjen ka vendosi takon vetëm Bashkësisë Islame. Këta duhet ta përcjellin si obligim. Të nderuar xhamat, haxhi, al-hajju ashharu ma'lumat. Thot Allahu xhalla shanu në suratul Baqara, haxhi është në kohë të caktuara. Starton që nga muaji Shevalit, prej këtij muaji. Muaj tjetër që është Dhulqa'da, edhe muaj tjetër Dhulhijja, vetëm se atë du të përqin agjilerët. Është sezona, periuda e haxhit. Ata të cilët ja kanë mësuar me shku në haxh, duhet të përgatitë. Duhet të përgatitë me këtë format e mundshme, me këtë dimensionet. Unë pas faktoj që nga ajeti ku thotë Allahu në Kur'an, al-hajju ashhurun ma'lumat. Vërtet haxhi është në muajt e caktuar. I ka të definuar. Haxhi nuk bëhet në muajin Ramazan, as në Rejab, as në Shaban e tjera, pas agjerimit Shaban vetëm se fillojnë dhe përgatiten. Më pastaj thotë Allahu xhalla shanu, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sa të midjer me etikën shpirtërore, se haxhi ka edhe formë dhe shpirt. Jo vetëm haxhi, nuk ka adhurim, ritual, parim, fetar, vetëm se në vetin ndërthejnë dobit formale, edhe ato shka janë shpirtërore. E haxhi shka ka ato anën formale, që nga veshja i Ihramit, ato 2 peshkira që i veshim, e më pastaj, rrotullimi rreth Ka'bës, se quhet tavafi. Më pastaj, sa'i, ecja shpejtimi mes 2 kodrave, shkurja dhe buajtje në vendin Mine, Arafat, Muzdalif, kthyrje dhe gjuajtje e gurve në xhamaatët, hekja e flokëve, thelja e kurbanit, krejto në veti përmbojnë dobi, mësime dhe mesazhe, për ata të cilët kuptojnë dhe janë sinqert dhe besnik dhe korrekt karshi detyrave të Allahu xhaleshanu. Fillon me ata që është etike, morale, kulturë e haxhit. Faman farada fihin al-hajj. Dëgjoni, ai i cili ka mësuar është bërë detyrë dhe oblikim haxhi. Çfarë duhet bëjë? Duhet pasurohesh pajisës, dëgjon, me informata. Mos shkojmë vetëm thjesht, në vizit, jo. Po na dhe zjarret kur po shkojmë dikun, po duhet me vetë pleqt, martiturin, jam të shkun pame, ngushtlime, sabrëllët, për hajë. Si duhet mu gjitë, qka duhet me thamë, si duhet mu sira ti, pse? Se korritësh, bante një gabim apo të në lishim. Dërsa, agjilët janë musafir të Allahu, endas, delegacion të Allahu. Këtë duhet pasurohet, shpirtërisht, moralisht, fizikisht, psikikisht, me ketë ato shka i përmban haxhi. Edhe fitan, duke filluar nga para, fala rafatha, ola fusuq, ola gjidale fil haqë. Një, kur shkon haxhiu në haxh, kujdes dhe kujdes. Kujdes, atë madhe, mos bëjë vepra dhe pun të pahishme. Mos bëjë vepra dhe pun të pahishme. I në vendin e shenjë, i me një vend shenjë, kongres gjigan, që nuk bërë askun, vetëm në bashkësin muslimane. Rruju, këtë djetarë në spigu gjanë, po e përfshina e që quët globale, qëto sen që ka është dhe prim panal, dëllut në haqë, nga se i mahrum i shenjë, ju shka i një jash kujdes, gjemat, ju nga në tjerë të kujdes, spisar ju atë resh për kërejtjen. Ola rëfëta, mos gabonin e bërë vepra dhe pun të pahishme banale. Ola fusuka, as gjuna. Atje, gjunaj ka dëshkimin të shumë fisht. Një mëkat që ka e bantu, nuk ka shinjesi mëkatin qabe. Ki paku me sy haram, atje me shikur të një gruje që ki haram, është shumë fisht mëkatin gjunaj marë, gyveti, shpifja, bartja fjallëve. Rëzik, etik, moral dhe sile, dush të tregosh shumë i sinqerë. Ola që dala fil haqë, zankat, debatë, polemikat, sidomos na si shqiptarë, komuniteti shqiptarë, merat muhabetin. Kam qenë të shqiptarë, kam qenë s'disa në haqë. Po thuj se me keqarë dhe temi, muhabetin më të madhaqilet në haqë. Morë bat dhikëm, baj stikfarë, lutje, kjo është njerë në ymë, shansën me madhe, ti dushti që rësh e sabët me Allah, në zotin të në haqë, këtë ajo bagashë pa 50 vite, apo 60, apo 40 sajti, që të kaluar ndoshtë edhe me haramet gjënaj, ti ka duhesh tja prezentu zotit, o zot, kjo e kaluar e ime, ka marrë në këtë vend, mi fshish, zero, aja zero nuk fshirë në debate, muhabete, përgojime, jo. Andaj, etika morale duhet për motra gjilën. Qëre? Gjona amorale faratit nuk diskutohet. Strikt. O në
Haramet gjënoje, banale, fare. Ola gjidar, debate edhe maksimalisht. Fare s'ka nevojë. S'ka më kohë, këtu është sezona e punës, të kushtimit, sinqeritetit, dashurijës, harmonisë, me përqërim një rrutë Allahut në kohën e haxhit. Ola gjidar fil haxh. وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهُ. E çdo vepër dhe punë të mirë që e bën ti në haxh, qoftë sadaka, qoftë kurban, qoftë dua, qoftë dhikr, çka të bësh ti, Allahu e din çfarë sa. E më pastaj u tazawwadu, përgatit do xhive. E këto për pa do të nga më shumë edhe me këta do të përfundoj e përbylli hutbën, si për furnizimi, pajisja, zaidi e haxhit. Ne kur vjen dimri, si të prej neve këto, që është domaçini shtëpijës, pregaditën. Çka pregaditën? E dimri, drumt, me një në shkon dërmen, pregaditën e zemës. Ata shkosh fizike. Pastaj ushqimën, turshien. Ma të muhabeti maj madh, kur e vej kushia, kushia, ki bozajire të vjet. Po alhamdulillah, drumti kam ble, turshi po, kam ble do harq, kam bo do para anë, ashtë nuk i di e dimrit. E dhe na agjiler, para se me shku në aqë, si du të pajisë. Për fatë keqë, në më shumë asaj qka është ushqimi barkut. Kur të këshë është agjiler, i ka më shonet më ushqime. Nuk e mojna, nuk janë ashkallune, se du të më pregatit dhe këtë aspekt. Pregatitin Allah e ka dhe ne ka fiksu si besimtar, me pas natër, edhe ne ka fokusu, furnizimi më i mirë është devotshmëria, pregatitur me takvallëk. O xhamor, pregatitur në sahabë, se në haxhi dushki, e dushku, i keme po lloj njerëzi, ngarkesë, kallaballëk, sfidë, sprova, prit atje, prit pasoshit. Pregatitje shpirtërore, sabrin me vetje më. Ja sabrin me lam këtu, unë nuk bëj sabër, unë nuk pres. Haxhi, marrë me, haxhi po thuaj është ngjashmëri, skenë. Paragrafi ditës gjykimit. Sikur që tregosh në haxh, ki më tregon ditën e gjykimit. Kur të dalë para Allahut me dy peshkira, me çefet që të dalin. Është ngjashme. Si tregosh në haxh, i sjellshëm, i butë, tolerant, fares. Çfarë do kimë të bëj? Nëse në haxh je i ashpër, i vështirë, bile i tregojmë ne ka njerëz supa para tjerëve, ashtu do dalë para Allahut. Është një ngjashmëri. Është një pasqyrim i asaj që do të pritet në ditën e gjykimit. Andaj, agjelir bile është mirë, pase ai që ka sy, e ka bënit me shku në haxh, duhet të shkojë tek hoxha, të mësojë rregulla, të mësojë ritualet e haxhit, se njerë në vjerë, e masi të shku, bëhen kryj komplet, bëhe hakikat haxhin, e mos bahile. Andaj, nuk du të asbastus Allahun Gjeleshanu Gjellë Gjellala. Ata të cilët kam vendos dhe kam përgjerë, Allahu ja lecoft rrugën për më shku në haxh. U ktheshin faqebar, me falje të gjunave dhe kusurave, me haxh të pranuar, ata të cilët dëshirojnë, kanë vullnet dhe merak. Mirë po ja që i përmundson, qoftë dinar, ja po të një arsye tjetër, Allahu i shpërblet sipas jetit edhe vite tjera Allah i amazon. Lësë Allah në madhëruar në këto qasët dhe momentet ku lutet banë kabul, Allah të nga përshtin nga të rahmetit dhe. Të largoj i dhërimin mes neve, të najfalis dhe gjunat të vogël të madhe, të dishëm dhe pa dishëm, me qëllim dhe pa qëllim, luta jo në fundit o shekuri qawli edhe, wa astaghfirullahi wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.